Policia e Shkodrës dhe Crown Agents kanë ushtruar një tjetër kontroll të dhunshëm në lagjen rus për sekuestrimin e duhanit të tregtarëve që shesin çdo ditë aty. Forcat e policisë jo vetëm kanë sekuestruar sasi duhani, por dhe kanë shoqëruar disa persona në polici. Tregtarët reagojnë ashpër ndaj policisë dhe Crown Agents. Këtë aksion tregtarët e quajnë të padrejtë. Të duhani që vjen vllapën makinën, vllapën duhanin. Arsyeja, të japin rrugë duhanin. Ta marrin, ta dorëzojnë diku. Ose nëse dalën ato, apo çim dalën në rrugë për asnjëri. Ja është diçka për shtetin. Ti hap rrugë shtetit. Dhe nëse rrin rrugë. Vetë tregtarët thonë se gjatë aksionit policia e Shkodrës ka ushtruar dhunë. Edhe ka shtruar dhunë se i kam videos të tana këto. Po ka shtruar dhunë për. Çdo lloj gjëje ti ngej. Është lidhur me ata. Video i kam me saks. Kriminaleri i Shqipërisë. Kjo është Edi Rama, kjo teoria e sotë zgjellonon popullin, rrop popullin, vjedh popullin. Një fshator i shkret dhe me majtë pitë dhe puk, edhe dhe me fund burg. Po si, lonuet u rra njerëzit. U rra njerëzit policia. Kjo është teti majtë me video. Çdo gjë i kam bërë me video. Kjo nuk është mënyra e duhur shprehen tregtarët, sepse shitja e duhanit është vetëm mënyrë jetese për ta. Po këtë ndër këtë mundi, këtë mundi son shpenzimet e tana, do marrë me na mordo. Po, shtymi edhe shumë, si jo pak. Po dhe ata thonin ti hajni me një polici. Në marrë do hajni me një polici. Pse më shkuna, malli jonti, nuk ja kanë vjell ku. Jo, vetëm se i njohim si janë vetë. Ky është aksioni i dytë i Crown Agents dhe policisë së Shkodrës, teksa pak kohë më parë u zhvillua një aksion i ngjashëm, teksa është në këmbë debati nëse shoqëria Crown Agents ka dështuar apo jo. Këto agent përmes këtyre tregtarëve të thjeshtë kërkojnë të përmbushin objektivat, ndërsa policia vazhdon t'i trajtojë tregtarët si kriminal në një kohë që janë shitës të thjeshtë të duhanit.